Andaj kanë zbrit dy sura të veçanta për luftimin e vezveseve. Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Vezvesja vëllazër është se në Iran. Jetor ka shkruajtur libra, Ibn Qayyim el-Jawziyja ka shkruajtur libra për vezvesën. Dhe vezvesja është gjëja që pejgamberi ka kërkuar mbrojtje prej Allahut, që Allah mos us provon me vezvese. Vezvesja e mit njërin vëllazër. E mit komplet. E shtin varr. Vezvesja e smun njërin. Vezvesja e çmen njërin vëllazër. Vezvesja e bën njeriu më të shnoshin në botë, më të smutin në botë. Vezvesja e bën njeriu me fol me vetveten e vet. Me vetveten e vet fol. Vezvesja e bën njeriu me mos më kon tamam çish duhet, se është luftë e madhe. Andaj, shiko kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Çka kanë zbritur vëllezër? Me trujt pis vezvesave dhe sehireve. Andaj, njeriu është i ekspozuar para shumë vezveseve. Ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se në ditë ditë kanë ardhur sahabët dhe i kanë thënë ja Rasulullah, ne ankohemi nga disa vezvese, disa mendime për Allahun subhanahu wa taala. Ka thënë me ti kallëzu tije nuk ti kallëzojna. Me këci prej kodra më e lehtë për neve se me të kallëzush ka po na vën krije. Thot Imam Nevawi rahimahullah në komentin e këtij hadithi, thot e kanë pas për qëllim sahabët ato vezvese që vijnë për Zotin, çish duket, si duket, vezvese, lëkundjet. Këto lëkundje vetë shejtani shfrytëzon. Ta bjaj vezveset e krija vazhdimisht. Sidomos në situata të saktuara ku janë njeriu në turbulencë të diçkaje, ai vjen çati apo ku thot, hajde, pse s'po të ndihmon? Ku Zoti thot? Ku Allahu xhelalu. Edhe çto vëzë çfarë duhet me kërkuar mbrojtje për Allahu xhelalu. Pejgamberi sa nuk i ka thënë kallzomli. Si ka thonë? Sepse vezvesa nuk kallzohet. Vezvesa nuk kallzohet. Dhe në këtë moment e vargi ateistave se disa prej dietarëve kanë thënë krejt ateistat çka bojnë, çfarë bojnë? Vezveset i shkruajnë. Edhe bëhet shkencë e ateizmit. Sicili pinëve me moni fletore. Edhe me shkruajt vezvesën e vet, ai ma vonë ka më ardh një pilot, ka më thonë, "Val babçishi pa na bon, shumë ka menuaj." Aty thu po unë vezveset e ku shkruajt. Po çështo vëzë ateistat këtë çka bojnë, vezveset thotë sot nga ardh në trum çështo. Shkruaje, ka bën libër. Libri na çujm libri vezveseve, ai ka thënë libri për shembull i shkencëtar, po dush besojnë Allah. Pse? Sepse vezveset e veta i ka bë shkencë. E çfarë do të mëvojë me vezveset me luftuar. Çish lufton vëzër? E para është që të luftohet vezvesja e mendimeve. Se kemi dy joshje mendore edhe joshje fizike. Joshje në trum edhe joshje në trup. Kjo me këta janë të ndërlidhura. Nuk mundet dikush mu josh të femrat pa u josh në trum njerë. Ai duhet me provoku trunin e vet njerë,